kanë ankth të vdekjes. Do thonë, I frikson aq shumë vdekje sa krijon ankth dhe shqetësime që e pengon ndoshta funksionimin e tyre të përditshëm. Çka I kishit këshillu këta njerëz, cilët vdekjen nuk munden me paramendu si proces në cilin ata kanë me kalu? A friksohesh për gjarprit? Po. Edhe unë. Për miut? Shumë. Edhe unë. A friksohesh për lartësisë? Deri diku. Unë më shumë se ti. A friksohesh për murmurimës? Edhe unë. Pse janë të panatyrshme? Janë jo të përditshme. Për gjërat që nuk I njohim, kemi arsye të friksohemi. Pra, a me marr vaksinën apo jo? Hajtë shohim që ka po bën dikush I pari. Kur e shohim se krejt e bën, atër mirë, edhe unë po e bëj. Kur e shes se të gjithë po hezitojnë, po edhe unë po tutëm. Për gjërat që nuk I njohim, kemi frikë. Vdekja në fakt është me shumë të panjohura për neve. Po të mos ishte feja, pra jo ankth, po duhet të çmendemi nga vdekja. Aq më tepër nëse kem një far besimi të përgjysmuar. Ateisti e ka mirë se mendon që është tretje. Po. Unë vdes, përfundon gjithçka dhe nuk jap llogari, zhdukje është. Ndërkash ky gjysmë besimtari që pretendon që feja s'është kurrë, po në anën tjetër e mendon se aty fillon jeta dhe s'di çfarë bëhet me mua në varr. Nëse ti je I trupi fizik, s'është problem. Pse dikush nuk tutet prej gjarpnit? Prej miut. Sepse I ka për ditë. Po. Jeton me ta. Pra, unë kur e shoh dikon, unë edhe prej macës tutem. Po. Unë edhe prej qenit tutem. Nuk I kam në shtëpi. Unë kur shkojnë të ndonjë familje që ka macë, nuk krahatohem në bisedë. Se në çdo moment e pres që më prej këtë këmbë ose po pse nuk jam mësu në shtëpi. Pse nuk tutem prej veturës? E kundërta, një prej llastimeve të babait që më ka bërë me veturë ka qenë, pra kam vozit që në mosh jashtëzakonisht të re. Në gjendje normale ti duhet mu friksu shumë, por jo se ti je mësu herët me te. Ka pra plot gjanat, me cilë unë kam pa herët ku fomë.